Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për hënën e re, që është në datën 20 në shenjën e Akrepit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do flasim pak në lidhje me shenjën me energjinë e hënës së re, që është në shenjën e Akrepit, që do ketë ndikime të drejtë për drejta, sepse është përballë një hënë e re në përballë shenjës së Demit. Kështu që është një hënë e re shumë zbuluese, do nxjerrë në dritë informacione që kanë qenë të fshehura, por do ketë edhe skandale me natyrë financiare, por dhe seksuale. Kështu që është një hënë e re që do ketë surpriza, do ketë të papritura në mes të kaosit. Është një hënë e re ku më së tepërmi do preken në fakt disa shenja që janë shenja e Demit, shenja e Luanit, shenja e Akrepit dhe shenja e Ujorit, por të lindurit në fillim të shenjës. Ndikimi i hënës së re do jetë shumë i fortë gjatë këtyre ditëve, sepse ndikimet fillojnë më përpara dhe vazhdojnë edhe mbas hënës së re, kështu që është mirë ta ndiqni si video. Por do ketë edhe mundësi të shkëlqyera për t'u çliruar nga situata që ju kanë rënduar deri tani, që mund të jenë situata toksike në jetën tuaj. Mund të jenë zakone vetë shkatruese, mund të jenë marrëdhënie toksike personale por dhe profesionale. Dhe në vend të tyre do fillojnë të ndërtohen themele më të shëndetshme në lidhje me marrëdhënie të ndryshme që ju keni. Kjo hënë e re do ketë zhvillime të shpejta në lidhje me ekonominë, por do jetë edhe një hënë shumë e fortë, tham, gjatë kësaj periudhe, kështu që do ketë horizonte të reja, por do çlirohemi edhe nga situata të së kaluarës. Pastaj në datën 22, edhe pse janë ato ndikimet e hënës që vazhdojnë, dielli do futet në shenjën e Shigjetarit, kështu që në momentin që të futet në shenjën e Shigjetarit, gjërat do ndryshojnë aty, sepse do ketë ju do jeni në kërkim të kuptimit të jetës suaj, në kërkim të lirisë suaj, por që të jepni dhe drejtim jetës suaj, si jetës suaj personale, profesionale, por do keni dhe aventura shpirtërore gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, do shohim energjinë e hënës nëpërmjet tarotit. Çfarë na thot taroti në lidhje me ndikimet që ka kjo hënë e re për gjithë ju? Atëhere, kemi të bëjmë me kartën e të dashuruarve, energjitë të shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së Luanit, por ndërkohë shoh që nuk e di, disa prej jush mund të ndjeni shumë të dashuruar gjatë kësaj periudhe, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni edhe në një trekëndsh. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të hyni në partneritete, por është dikush që ju vrojton gjatë gjithë kohës në lidhje me një partneritet që ju dëshironi të futeni, ose në lidhje me një bashkëpunim, ose edhe në situata të ndryshme familjare, duhet keni kujdes nga një person i tretë shoh këtu, por dhe në situata të vendi punës, por dhe nga ana ekonomike, ose edhe me fëmijët tuaj, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni të bëni. Gjithsesi, ju shoh me qëllime në veten tuaj, ju do keni një energji të jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe, por do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë dashuri. Për gjithë ata që ndihen shumë të dashuruar. Për pjesën tjetër në lidhje me një person të tretë që është në marrëdhënien tuaj, ndërsa për disa të tjerë ju do t'i vendosni qëllime vetes, të lidhni kontrata, të bëni partneritete, të bëni bashkëpunime gjatë kësaj hëne të re,
por mund të filloni dhe kontrata të ndryshme të lidhje me blerje shtëpish ose largime jashtë shtetit ose diçka tjetër. Gjithsesi, unë shoh që jemi te energji e luanit, energji e diellit, shoh që shumë gjëra do dalin në dritë këtu. Ndoshta në momentin që ti vendosni qëllimet vetes për të zbuluar diçka, atëherë unë shoh që diçka do dalin në dritë si nga ana personale, në lidhje me anën profesionale, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Si në lidhje me një person që ju ndiheni shumë të dashuruar, në rastin tjetër në lidhje me një person që mund të jetë i tretë në marrëdhëniet tuaja, por gjithsesi edhe me persona që ndoshta ju ndjekin pak në mënyrë të fshehtë në lidhje me gjërat që ju bëni, në punën tuaj ose nga ana ekonomike, se si zhvillohen ngjarjet tek ju. Dhe shohim çfarë na sjell karta e të dashuruarve. Atëherë jemi te energjia e shenjave, më falni, e shenjave të zjarit, por jemi te energjia e shenjave të ujit. Shoh sikur keni ecur në përzjarr për një kohë të gjatë. Ju shoh shumë të lodhur, keni mbyllur syt nga situata që ju kanë lodhur për një kohë të gjatë. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me dashurinë, ju keni ecur, ndoshta keni pas një zhvillim të vështirë të ngjarjeve në lidhje me dashurinë. Në njohjet që keni, ndoshta me një person që ju vërtet ndiheni të dashuruar, për pjesën tjetër, ndoshta në lidhje me një person të tretë, sepse një person është sikur po ju vrojton në mënyrë të fshehtë. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku aty një person mbrapa shpinës tuaj është një person që ju ndjek gjatë gjithë kohës, shef lëvizjet tuaja se si ju veproni, se si ju silleni te vendi punës, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni te vendi punës. Por kjo ka vlerë dhe në lidhje me grupe njerëzish të ndryshme, në shoqërinë tuaj ose grupe jashtë ku ju bëni pjesë, ku ju keni kaluar shumë vështirësi. Gjithsesi, ju shoh që jeni përqendruar te e përditshmja tuaj dhe nuk e di, por keni kapur një kupë në dorë dhe sigur jeni përqendruar këtu. Jeni përqendruar te një dashuri për një pjesë prej jush, dhe nuk shikojnë dhe mundësitë e tjera që vinë drejt jush, ndërsa për një pjesë tjetër ju dëshironi të çliroheni, por do çliroheni sepse jemi te 10 e shkopinjve nga këto situata dhe dëshironi të bëni një fillim të ri. Por ju nuk shikoni të gjitha mundësitë dhe ofertat që ju vinë, sepse jeni kapur mbas një oferte për një pjesë, ndërsa për pjesën tjetër, për të gjithë ata që mund të kenë një person të tretë, unë shoh që ju refuzoni një fillim të ri, një dashuri të re, ose ju nuk i hapni syt, sepse janë dy karta që ma tregojnë këtë, për të parë realitetin ashtu si vërtet është. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, me situata të ndryshme që mund të keni në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme, por dhe në karrierën tuaj, por dhe në çështje të ndryshme familjare, mund të jenë çështje në lidhje me janë çështje që ju kanë lodhur për një kohë të gjatë. Edhe pse çliroheni, ju përsëris sigur keni nevojë të qetësoheni dhe refuzoni këto fillimet e reja që duhet i bëni gjatë kësaj periudhe. Mund të jetë një punë që ju ka lodhur, mund të jetë një partneritet, një bashkëpunim dhe ju e mbyllni gjatë kësaj periudhe për të filluar diçka të re, por duhet keni kujdes nga një person i tretë. Dhe jemi te energjia e shenjave të zjarit. Dhe çfarë na sjell energjia e shenjave të zjarit? Na sjell energjinë e shenjës së gafores, karocën, por dhe energjitë të shenjave të ajrit. Atëherë, unë këtu shoh që ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, dëshironi të jepni drejtim emocioneve tuaja, disa prej jush mund të jenë edhe në distancë me personin, dëshironi të bëni një udhtim drejt këtij personi, ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju dëshironi të jepni drejtim familjes tuaj, shtëpisë tuaj, fëmijëve tuaj, në një rast tjetër, ose kjo ka lidhje dhe në lidhje me paran, në lidhje me punën, por edhe në lidhje me prona të ndryshme që keni. Shoh që ndiheni shumë të lodhur psikologjikisht, por keni nevojë për një pushim.
për t'i dhënë drejtim situatave, sepse ju shoh me qëllime në veten tuaj, ju shoh që do jeni në lëvizje, disa prej jush mund të keni dhe udhëtime gjatë kësaj periudhe, ndoshta keni nevojë të pushoni diku, sepse ju shoh të lodhur psikologjikisht, por e rëndësishme është që ju do të jepni drejtim, sepse do merrni një kohë pushim për t'i menduar gjërat dhe për t'i dhënë drejtim çfarë do lloj situate. Një situate në lidhje me dashurinë, në një rast dhe për disa të tjerë, ndoshta në lidhje me punën nga ana ekonomike, por shoh që ndjeni shumë të lodhur dhe duhet bëni një pushim për t'i dhënë drejtim. Edhe pse keni kaluar, po të vëmre këtu është një letër që ka borë, por ka edhe pemë, do më thënë keni nevojë të ripërtërini energjinë tuaj. Dhe nga kjo shkojmë te karta e diellit, ku karta e diellit tregon të vërteta që ju mund t'i shihni, që do dalin në sipërfaqe. Mund të jetë një e vërtet në lidhje me dashurinë, sepse ju shoh me sy të mbyllur këtu në fillim të leximit. Dhe këtu për një pjesë prej ju shoh që ju në momentin që të jepni drejtim situatave do ndjeni shumë të lumtur në lidhje me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër ju mund të zbuloni diçka te vendi punës ose edhe në lidhje me situata të ndryshme, një të vërtetë, do t'i shihni gjërat si në dritën e diellit, unë them, në lidhje me situata të ndryshme që ju keni, sepse është periudha e tillë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të ndjeni të lumtur me fëmijët tuaj ose ju do keni sharm gjatë kësaj periudhe, ndoshta do keni dhe takime për pjesën tjetër në lidhje me dashurinë, por shoh që është një kartë shumë e bukur dhe shumë e gëzuar, por që ka dhe të vërtetat që do dalin në sipërfaqe. Dhe kemi energjitë shenjave të zjarit. Dhe kemi energjinë e shenjës së demit. Atëherë, gjithsesi energjitë e shenjave nuk kanë rëndësi, thjesht dalin më fuqishëm këtu. Unë shoh që ju do nxirrni nuk e di, do mësoni një të vërtetë ose diçka do dalin në dritë në lidhje me një takim që do keni me një person. Për pjesën e personave që janë në njohje ose që dëshirojnë të futen në njohje, dhe ju do arrini të stabilizoni një situatë në lidhje me këtë person. Në momentin që ju ta takoni këtë person, unë shoh që ju do mësoni një të vërtetë, ose atëherë do kuptoni se si janë situatat midis jush. Dhe kjo ka vlerë dhe në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe unë ju shoh që do ta festoni këtë gjë, do ndjeni shumë mirë, por do harrini të stabilizoni situata të ndryshme në lidhje me dashurinë, me marrëdhëniet tuaja. Në një rast, në rastin tjetër, kjo ka lidhje me një shtëpi, me një pronë, ose me një zhvendosje që ju doni të bëni. Ndoshta për shkuar nga një shtet në shtetin tjetër, nga një qytet në qytetin tjetër. Dhe ju do jeni duke menduar se si t'jepni drejtim situatave. Nuk tham këtu, por për disa prej jush ka lidhje dhe me pjesën e dokumentave ku ju do t'jepni drejtim situatave në lidhje me shëndetin tuaj, por dhe me institucione shtetërore, që mund t'jenë gjykata, prokurori, institucione shtetërore, por dhe private. Gjithsesi vazhdojmë leximin këtu, unë shoh që ju do merrni kohën tuaj dhe do t'jepni drejtim për të stabilizuar gjërat në jetën tuaj, për të arritur, për të pasur një takim, për të stabilizuar një marrëdhënie dhe në rastin tjetër për të stabilizuar diçka që ka lidhje me shtëpinë, me pronat, ndoshta me një zhvendosje që ju doni të bëni. Dhe një zhvendosje mund të jetë edhe një zhvendosje nga një qytet në qytetin tjetër, ju ndryshoni shtëpinë, nga një shtet në shtetin tjetër. E rëndësishme është që ju harrini, do t'i shikoni gjërat më qartë në lidhje me situata të ndryshme që ju do keni. Dhe përfundimi, atëherë unë kemi kartën e drejtësisë, energjia e peshores, kemi energjinë e shenjës së demit, por dhe të zjarit, dhe energjinë e shenjës së ujorit. Atëherë shoh që ju do të jepni zgjidhje situatave të ndryshme që keni. Për gjithë ata që mund të jenë midis dy personave, unë shoh që ju do vendosni një drejtësi për këta dy persona, ose do vendosni një drejtësi për veten tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër do të jepni zgjidhje
lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, ndoshta një pjesë për ju do të jepni zgjidhje situatave dhe çështjeve të ndryshme të vendit punës ose edhe nga ana ekonomike, ndërsa për një pjesë tjetër ka të bëjë me gjykatat, me gjyqe të ndryshme, me prokurorit, me situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe e shoh që ju do harini ndoshta të fitoni një gjyq ose të vini një drejtësi në lidhje me situata të ndryshme që keni. Shoh që do t'i lini mbrapa problemet që keni kaluar, por ndërkohë do të regoni shumë të kujdesshëm në lidhje me diçka. Gjithsesi, shoh gjatë gjithë kohës ka persona mbrapa jush që ju ndjekin në mënyrë të fshehtë, ndoshta në lidhje me situata dhe çështje që ju mund të keni në jetën tuaj. Gjithsesi ju shoh shumë këmbgulës që ju ndoshta të rrisni një dashuri ose ta ushqeni këtë dashuri që të rritet me një person që ju vërtet dëshironi të jepni zgjidhje në një rast. Në rastin tjetër, për të rritur të ardhurat tuaja ose ju të lullëzoni te puna juaj, puna juaj të marrë një zhvillim më të mirë, sepse shoh që keni persona që ju rinë gjatë gjithë kohës duke ju vrojtuar, duke ndoshta persona që dhe ju dëmtojnë, sepse unë shoh që keni kaluar shumë probleme, por këto probleme do ngelen mbrapa. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, mund ta merrni edhe në lidhje me shtetin, me ligjet, me diçka, me një gjyq, me çështje dhe situata të ndryshme, me dokumenta, me shëndetin tuaj, por dhe gjithçka tjetër. Dhe në fund kemi kartën e yllit, që është energjia e ujorit. Unë shoh që ju do harini të realizoni gjithçka gjatë kësaj periudhe. Shoh një realizim në lidhje me një dashuri, ku ju do kujdeseni shumë për të arritur dhe ju do harini të realizoni diçka me këtë person. Në rastin tjetër në lidhje me marrëdhëniet tuaja ose me shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, ndërsa për disa të tjerë ka lidhje që ju do keni një realizim, keni manifestuar për këtë. Ju e keni dëshiruar, e keni shprehur dhe realizimi është këtu. Kjo mund të ketë lidhje dhe me probleme dhe situata të ndryshme nga e kaluara juaj. Që këto mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund t'jenë në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, te vendi punës, në partneritete, bashkëpunime, në grupe njerëzish, ose në rastin tjetër mund të kenë lidhje me gjykatat dhe prokurorit. E rëndësishme është që ju do keni një mbështetje të fortë nga universi për të realizuar gjërat ashtu si ju i keni kërkuar, ashtu si ju keni dëshiruar. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë ju thonë në lidhje me këtë hënë të re. Çfarë mesazhi ju japin? Dhe kemi ndjeksin e shpatave dhe ju thot gjërat do ndodhin shumë shpejt, thot. Ju shoh që ju do jeni shumë të vrullshëm gjatë kësaj periudhe, do dëshironi që t'i zgjidhni situatat shpejt. Nëse ju dëshironi të zgjidhni një situatë në dashuri, atëherë ju do jeni shumë të nxituar, shumë të vrullshëm. Dhe ju thot që lereni kohën, thot të kujdeset për të marrë ato rezultatet tuaja, thot. Dhe bëni zgjedhjet tuaja, por përdorni edhe zgjidhje diplomatike. Më thënë, është një mesazh fantastik në lidhje me ju. Merrni vendime të rëndësishme, ju do jeni idealist gjatë kësaj periudhe, por edhe do filloni të çlodheni nga situata të lodhshme që kanë qenë deri në këto momente, sepse gjërat do fillojnë të vinë shumë shpejt drejt jush. Për t'i dhënë zgjidhje, çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Thjesht do merrni vendime gjatë kësaj periudhe, por do kujdeseni që dhe rezultatet tuaja të jenë pozitive në lidhje me vendimet që do merrni. Nëse ju vendosni për një dashuri, atëherë do merrni vendimin e duhur. Nëse ju vendosni që t'i çoni para marrëdhëniet ose punën tuaj, anën ekonomike, atëherë është zgjedhja juaj dhe ju do merrni ato rezultatet tuaja. Thjesht duhet të përdorni diplomaci në lidhje me çfarë do lloj situate që ju t'jeni. Atëherë kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Videot e vitit 2026, sepse kanë dalë gjitha shenjat e horoskopit, por mund të ndiqni dhe shenjat më me fat, sepse janë postuar disa video. Por ndërkohë dhe videot e javës, video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.